Po flokësha! Kush i ka shotgani? O shotgani ami? Po ku jeni më lale, se na ka marrë molli për kokë time. Pa e mirë ne këtu kena qenë, po ti u ke qenë alla se ke humbur. Kam qenë pishqetëm lale, më transferuan aty ke drejtoria përgjithshme e policisë. Ande? Po, më tha më shotgan Alveçi rregull ti, tha? Sa të është rregull, ndek disë këtej ka Tirana. Për kokë time. Bone në reforma ne, ha? Po, ç'a fletire? Po sa erdha këtu më ndjek tersi ti flokësha për zotin. Po ka vonë drejtorinën. Drejtorin e ri policisë për zotin ky. I shkatroj gjitha, do shkatroj policinë për kokë time. Ai po me rregull. Sa rregull, sa le me vot xhap me dal posto blloqe marr. Po pra shqyrë valla se dili do nga bashkurrës kështu fat. Po ajo ishte lezeti, pra kishte çik adrenalin. Ditë nga brapa shkurës, tabelën, hop, ku shkoti me shpejtësi. Edhe në kështu lek i vogël. Për zotin, i ka bërë se amërzit shumë por na ka ikë po ne me ato lek pagushim kredinë por mashim veten. Me ato lek mashim me vend e punës. Po s'keni faj, valla. Për zotin. Pas hall me lek me ti valla. Po çali ka ajo. Po pse çallën kemi të valla ky? Po ore, më fal, ku ti vëm gjopa tash ne të konkurrojmë me këta të bashkisë ne? Po këtu brenda Tiranës çik problem. Po ç'a fletë të çohemi ne pa vjerë që 6 mijë aty me von gjopa, Po kupton? ata çojën 5.5 mos i Po, tamam fix, po i ka sponsorin. Ishte gjomat e bllokuar me Për zotin e sponsorin as 500-600 euro të qeltam ditë burr, na ka ikë truni fare. A që rëndësh bërë, ha? Për zotin rënd fare. Dukesh je top. Ore mirë këtë që e bëni kë kështu, po ka mbyllë call center atë lale. Po me call center. Po si ç'a shqyre po kalon gjallë tri pa punër. Si pa punë mo. Por ato ishin për që vjedhnin lekë valla. A vash ti e flokë sigurisht vjedh lekët tuaja, lekët hujve ka vjedhë ajë. Po pse s'janë njerëz ato apo? Po mirë, pastaj ato lekë ato këtu i leshin prap ka ato resortet e mdoja, kupton? Po se vjen pushime tani. Po kush do ikë tash të bëj taj kilën e peshkut 150.000 lekë për ti, a? Me rroka 500.000 lekë. Tamam, po biske lekas me hedh naftë me shkutet e resortit. A jo më pasaj të hashët pishet bosh pushime, kupton? Jo, në fakt kjo mbyllje call center goditje për ekonominë ishte. Për zotin, ai imagjino tash shkatrim ekonomie, imagjino do gjeni punë 400-500.000 lekë që këto të rritë, kupton? Po kostom se ikin të rritë, ja bur. Ja bla, edhe po ti ndalosh në rrugë ata s'ke çaj merr edhe më ajë. Fix, asnjë gjë. Ka gjendë pa punë. Po ti kush ishte më e keqër? Që e ka mbyll protestën e PD-s për 5 minuta lale. Po mirë, tani ata mirë bëri ai, çado, ata lidhe të DJ. Si mirë, ai shkoi arrestoi ato çunat me molotov mrena në çantë pa i hedh akomar. Po pse si, duhet i lidhe të hidhte? Po pse? Avisa, po pse budallë kemi qenë ne që i leshim i herë të hillshim. Shkoshim i kapshim, e merrshim na i lek i nxirshim për mungesë provash. O, se s'kishin gjë me vete. Para, ne masanik kështu vazhdo të çdo protesta, kupton? Jo, pas ka prish ekonominë në të gjitha. Ore ka prish një truni, mu thash do ta kap ta rrafkë drejtorin për zotin. Ja, vashti. Ai ju pas ka rënu totalisht apo? O lale, një të nxjerr shkop në gomës, ajo motra jota duke protesta. Thash do rrafkët ndali para, kupton? Ai shumë u mërzite, ha? O, po them kisha ik truni re. Del përpara kjo alon kalaja. O shot kanë çkimit apo qetço, tha ku shkon me atë shkopin mos rrit njëri. Tash kujt i thu qetço ti re. Ti ti arras o lale. Ti thua si femre qetço është problem. Për zotin e kuptoni, po si ashtu. Çka kërdisesh më keq? Po bravo, prandaj. E pat vetë se kisha po alonin, se doli aty në televizor. Ti pas ke qenë ajo e zonja punë. Unë për zotin, për kokë time. Masani, masi Rafa Uloni thash do kap në një tjetër, kupton sa kthej kokën ne shikoj Klevis Ballion. Rafa? Jo. Shiko tash, kisha pi unë më para protestës me çunat isha ngop mi aty ke lomi, ja kupton, ja 5 birra, kështu në ndece me vodka polar. Lit vaj lale, sa do i bërtisja Klevisa dhe thoja ku shko ti me? Doli gropsire. E ke parasysh se ajo ke ferma VIP atëre? Ja dhe gropsitë në fytyrë ti? Ore, Klevis Balliu lot nga syt lale. O, prandaj tha sprajari u. Ari polar. Belindi pas me jemi për krauar. Për kokë time, Sam pa Belindi mu tha shotgun e ikëm, tha mos e bëj mo, tha mo vetëm mu mos më gromzi fytyrë, jo tash, mos kime vetëm mikë. Po pse se ti pa dashje qelloj tash. Po zoti, kët raf, kthej kokën kënj nga ana tjetër, shikoj un gaz bardhin. Ç'a thua? U dërzua, i ma fut shotgun e tha atë shkopin e gomës të mollë zitha. Mu këtu mball. Po nga balli me shkop gome. Po ma futa, për zotin ma futa. Ishte shkopi kaq zire. Qa shpjegimi jo me shotgun. Po shkop gome thashë për zotin. Po mënyra si e the, se tham qa. Po shu tha i ma futa shotgun e shkop në gomës mollë zitha mu mball. Mirë. Ja futa ti? Jo, tash i ka nesë smerë me femra unë. Si smeresh me femra dhe, ajo është burrë dhe. Po, pse burrë? Po shefti, po pranimi ishin erë syt mu më plak, nuk e pashun për zotin. Ke qenë e mërzit me ti me prapë? Ore, pse stuti që kanë flishun, e disi i thashe? I thash, po timi, që do këtu ku e ke burrin, i thash. Po lare tani, se
Po na ka ik truni, nuk di çfarë them. Nëse. Po mirë, çudon kur çiko syni jo menja, por çfarë bëjmë tash? Mbyllëm se di çfarë do thot, po ha. Do vini pina e birë se kena shumë kopa pa u taku bash. Jo, rrofsh. Faleminderit. Unë kam lëmbër vetë. Se po përfundojmë se Klevis Valli. Po, zonë ta zonë që rasa e njohën që keni pa lek, po hajde më nesër. Hajde. Hajde notë. Hajde shotgun. Edhe duku më shpesh. Po re pasi, ja. Ti madhe.